bashkëbisedoj me zotin Edmond Parariti. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Bjen dakord së bashku që ta nisim pak me këtë helmimin që duket sikur në këtë realitetin ton, si në gjysor, si tek ushqimi, si tek siguria, si tek politika, mbi vendosen lajme. Dhe ka kaq shumë zhvillime sa çështje që janë shumë të rëndësishme harrohen. Por të mos shkuar te kjo, unë po e risjell dhe po e nis me këtë. Ato duket normale, ku 56 student u helmuan dhe ende është e paqartë, duhet kohë për dalë analizat, po si funksionon, çfarë shkaktoi, kush mban përgjegjësi për këtë? Arrit pasigurinë tek ne, të konsumatorët, që kemi indicje her pas here. Pyetja që ju shtroni është vërtet shumë shqetësuese. Ne tashmë duhet kishim një përgjigje për shkakun e helmimit. Janë 56 studentë të cilët kanë shfaqur simptoma të një helmimi, i cili me sa duket është i lidhur me ushqimin, po përderisa ne nuk kemi konfirm analitike që të vërtetoj këtë, kjo mbetet thjesht në kuadrin e vëzhgimit dhe të monitorimit të shenjave klinike që kanë shfaqur të helmuarit. Po provë laboratorike ne ende nuk kemi. Dhe kjo është një déjà vu, ne kështu jemi mësuar. Do thonë, kemi çuar për analiza, presim rezultatet, pastaj ajo që thatë pak më përpara një lajm tjetër, kap lajmin që kaloi dhe harrohet. Por helmimet nga ushqimet janë shumë serioze, sepse këto nuk lidhen vetëm me ndotjet. Ushqimi është një instrument i preferuar edhe nga akte keqdashëse, terroriste. Pra praktikisht mund të ketë edhe një ndotje të qëllimt të ushqimit për shkaktuar një dëm, për të krijuar një situatë. Për këtë arsye, kontrolli, analiza e ushqimit është një diçka shumë e rëndësishme, ka të bëjë me sigurinë e shëndetit publik, por edhe me sigurinë kombëtare. Unë prisja që përveç deklaratave që është lokalizuar furnizuesi, firma, po merren mostra, gjobët, të cilët janë, themi, akte që padyshim janë akte procedurale, por thelbi, ajo që është më kryesore është kush është shkaku. Është një bakter, është një virus, është një parazit, është një toksin, dhe këtë pret opinioni publik. Kjo në një farë mënyrë do sqaronte edhe shumë gjëra. Në rast se do të ishte një bakter, atëherë kush është origjina e këtij bakteri? Është nga ndotjet në procesin e rrojtjes së ushqimit apo ka origjinën andi nga ka ardhur ushqimi? Nëse do të kishim një toksin, kjo toksin nga ka ardhur është rezultat i procesit të prishjes së ushqimit apo është një toksin e futur nga jashtë. Pra, po të shikoni të gjithë këto element janë element edhe të mjekësisë ligjore, keni parasysh. Pra këto janë akte përveç laboratorëve. Po përveç laboratorëve këto janë dhe akte të cilët mund të kenë konotacion kriminal. Pra mund të jenë ndotje nga faktorë ethanor të origjinës së ushqimit, por mund të jenë bërë dhe me dashje. Për këtë arsye, jashtë ka shërbimet shumë specializuara, quhet shërbimet forensik, pra të mjekësisë ligjore, që merren pikërisht me analizat e këtyre për të caktuar shkakun. Ne nuk e kemi këtë, dhe unë nuk besoj të ta kemi. Pra, analizat kërkojnë kohë, maksimalisht, meqense unë vi nga fusha e analitikës, 72 orë, duhet kishim rezultatet. Që më këna thënë 2 javë, në 10 ditë dhe 2 javë? 1 javë? Okej, e korrigjoj, 1 javë. Në momentin që merret analiza, pra analiza më e gjatë është analiza për mbjelljeve bakteriale, të cilët kërkojnë një periudhë inkubimi në inkubator, të cilat duhet të jetë 48 deri në 72 orë. Analizat e tjera toksikologjike, pra të themi metalet e rënda, insekticidet, helmet të tjera eventualisht kanë depërtuar në zinxhirin ushqimor, analizat parazitologjike në doni dalini, analizat virale, kërkojnë shumë pak kohë. Problemi është që nëse këto analiza kryen vërtet apo thjesht bëhen deklarata, thjesht për ta mbajtur këtë histori zvar. Unë do thoja nëse institutet e referencës nuk janë në gjendje për të kryer këto analiza, nuk duhet i pranojnë mostrat për analizë. Duhet kenë kurajën drejtuesit teknik të këtyre instituteve t'i thonë qeverisë, ministrit përkatës, që ne nuk i bëjmë dot këto. Dhe është mirë t'i dërgoni në qendrat e specializuara në Bashkimin Evropian me postë të shpejtë. Kjo do të jetë më e ndershme, sesa ta kamuflojmë këtë, jemi në proces dhe pastaj ju e thatë më përpara,
kjo me kalimin e kohës harrohet, sepse çështja ftohet në vetvete. Po ka dhe një gjë tjetër që ne përballemi. Salmonela, që dikur në alarmonte, sot në kuadër të këtyre informacioneve që ne po marrim, është kthyer në një normalitet për fat keq. Që raportohet se kaq sasi salmonele këtu në këto markete, vihet shiriti, rikthehen punës. Tani ideja është që ne po përshtasim gjithë legislaturën ose e kemi përshtatur më herë, po punojmë, na flitet gjithmonë për Bashkimin Evropian dhe të flasim për salmonelën si një gjë që që nga kaq normale mbushën tregun me produkte me salmonel. Tani çfarë alarmi duhet japi kjo? Tani unë se përjashtoj dhe mund ta dyshoj që edhe këta akademisë, studentët, mos kanë pas një element salmonelës, po duhet na i thonë. Prova e zjarrit e sigurisë ushqimore janë pikërisht këto shpërthime. Sepse ndryshe pastaj këto janë pjesë e rutinës. Prova e zjarrit është kur ndodh një shpërthim infeksioni apo intoksikimi në popullat. Dhe kjo është prova e zjarrit për institucionet. Pra duhet të jesh në gjendje të zbulosh shkakun, të analizosh atë, të japësh rekomandime. Momentin kur hesh, kjo tregon se sa i përgatitur je ti për të përballuar sfidat e sigurisë ushqimore. Pyetja është, kemi laboratorën? Janë në gjithë të laboratorë për të kryer spektrin e analizave që kërkohen, duke filluar që nga salmonela, që është një bakter, po kemi edhe ndotje virale, kemi edhe ndotje me parazit, kemi ndotje me kimikate, me metale të rënda, me lëndë radioaktive, larg qoftë. Problemi është, a i bëjmë në këto analiza? Dhe dyta, nuk duhet këtë kurajo profesionale dhe teknike një qendër për të pranuar mostra, në rast se nuk i kryen këto analiza dhe do të thojë që mban dhe përgjegjësi ligjore. Pra, është më e ndershme të thuash që ne nuk kemi kapacitete ose nuk kemi instrumenta ose nuk kemi themi dhe kimikate, solvent, reagent për kryer këto analiza, dhe është mirë ta thuash këtë që ne nuk mund t'i kryejmë këto analiza, sesa ta pranosh analizën dhe pastaj të fshihesh me deklarata imi në proces, duhen një javë, e cila pastaj bëhet 2-3 derisa nuk ekziston. Dhe ne ju e dini që në procesin e negociatave me Bashkimin Evropian, këtë më duket e tha dhe kryeministri që kapitulli më i vështirë është kapitulli i sigurisë ushqimore. Aty nuk ka tolerim, për arsye sepse aty nuk bëhet fjalë vetëm për mbrojtjen e konsumatorit shqiptar, por dhe konsumatorit evropian. Me fanatizëm dhe me rregulla rigoroze. Kështu që ata nuk do të tolerojnë në këtë histori dhe mesazhi që ne japim është që ne nuk jemi në gjendje për të vënë një emër një helmimi ushqimor, i cili qartasi është që është helmimi ushqimor, por ne nuk e dim. Mund të jetë salmonel, mund të jetë një stafilokok, mund të jetë një streptokok, mund të jetë një clostridium, pra duhet i vësh një emër, mund të jetë një toksin, mund të jetë një kimikat, i cili aksidentalisht në momentin ku është ruajtur ushqimi, pra duhet i vësh një emër. Në momentin që ne nuk i vëmë emër, kjo është një alarm i madh kombëtar. Se si thash, nuk bëhet fjalë vetëm për ndotje aksidentale të ushqimit, mund të jetë ndotje qëllimit. Edhe kjo është e frikshme pastaj. Tek bujësia do të ndalem, duke ndryshuar pak temën, edhe pse lidhen bashkë janë, se po flasim për çështje të produkteve tona dhe pasigurinë që ka. Megjithatë, duhet të them tjetër gjë. Apo merr një goditje të vazhdueshme bujësia jonë. Importet për bujësinë janë rritur 19%, thonë shifrat në tremujorin e parë të këtij viti. Ndërkohë, pritshmëritë janë të tjera për të stimuluar produktet vendase, për të patur në tryezë, për ta eksportuar pa diskutim. Ndër këtu ndodhe kundërta ne jo vetëm që se stimulojmë produktin vendas, sikurse janë dhe ankesat, por rrisim pra importin, produkte që vinë dhe që sigurisht kanë mjaft pikpyetje. Ne nuk kemi një vend i Bashkimit Evropian dhe nuk kemi shumë sigurt se i takon asaj se çfarë vjen në tryezat tona. Lidhet kjo edhe me sigurinë ushqimore. Çfarë po ndodh? Së pari, ju përmendet për një bilans negativ tashmë midis eksportit dhe importit, dhe këto nuk bëhet fjalë për produkte për cilat ne historikisht kemi qenë me bilans negativ, siç është gruri.
Po, që se kemi... Po, bëhet fjalë edhe për fruta dhe për perime. Po, ato të tryezës për t'i që... Aty ku ne normalisht duhet kemi avantazhe krahasuese dhe konkurruese. Po, për shkak të historisë dhe... Avantazhe krahasuese për arsye se klima jonë, klimë mesdhetare, me 300 ditë diell në vit, afërsisht, me ujë të bollshëm, me tokë pjellore, na bënte që ne të dilnim në treg më përpara dhe më me përparësi në krahasim me fqinjet. Në fakt nuk ndodh kjo. Edhe tashmë që ne po futemi në fundin e pranverës dhe në fillimin e verës, nëse do dalim në tregjet tona, ne dominohemi nga prodhimet e importit, dhe flas për fruta, për perime, dhe jo natyrisht për ato produkte që ne historikisht nuk është se kemi të aftë, pra që të shkëlqejmë. Kjo tregon që bujësia po rrudhet me shpejtësi dhe po shkon në fundin e saj me një shpejtësi dramatike, dhe unë do të thoja që dhe kontributi i saj në prodhime përgjithshëm bruto nuk është më 90%, sa që ka qenë thënë. Duhet jemi diku ke 14, 13 dhe do të bijem shumë shpejt në nivele pastaj poshtë 2 shifrore. Duke rrudhur shumë peshën e këtij sektori në ekonomi. Ndërkohë ka paradokse tjera që ndërkohë që me sa duket tregu ka nevojë për produkte shqiptare, ka kërkesë, sepse fakti që janë çmimet e larta tregon që ka ofertë ulët. Pra, normalisht duhet ishte një lajm i mirë për bujësinë që tregu të ketë uri për produkte. Aq më tepër që dhe kërkesa nga flukset turistike bën që të rritet nevoja për furnizim. Po bujësia nuk furnizon, se nuk prodhon. Nuk prodhon për arsye që ne i kemi thënë dhe do t'i stërpërsërisim, nga që nuk ka subvencione, nga që nuk ka fondet e IPARD-it, nga që ende aplikohet TVSH 20% diskriminuese, që e bën fermerin të pa interesuar për të... Strategjike kjo apo është pa dieni? Se dëgjoj këto akuzat që nuk ka interes dhe nuk është në vizion e kryeministrit, i cili është i përqendruar për shumë në çështje tjera, që malet i kthej në investime për energji. Se është çështje dhe modeli kjo, zë Panariti. Nuk është vetëm çështje vizioni pra të politikanit që qeverisë. Kjo është dyshimi më i madh. Ajo që përmendë që ky është tashmë një model, pra nuk është një aksident apo neglizhencë. Thjesht bujësia nuk hyn në planet e qeverisë dhe prioriteti është vënë në sektor të tjerë, të themi për shembull është vënë një tendencë, vjetër një tendencë përdorimit tokës bujësore për qëllime të tjera, për shembull për implante fotovoltaike. Por është kjo paketa e fundit, si ishte kjo? Paketa jo male pyje se i ndryshojnë të temat. Paketa maleve padyshim është një ofertë e re e qeverisë, e cila synon tashmë që modelin e saj të dhënish me koncesion në pak duar të pasurisë publike, sa është pasuri publike, pa llogaritur që ka dhe pronë private. Në Kodër dhe Male ka dhe pronë private. Por para së gjithas është pasuri publike. Është dhe pasuri komunitare, për shembull kullotat që kanë qenë atje, kanë qenë shfrytzuar. Se ne themi bujësia, po bujësia duhet të përfshihet blegtorin. Për shembull kullotat tona, për shkak të faktit që terreni shqiptar është në 70% mbuluar nga Kodra dhe Male, bjeshkët e famshme, janë kullotat, të cilët kanë qenë pasuri e komuniteteve, të cilët shfrytëzoheshin në mënyrë të balancuar, duke respektuar edhe ekosistemin, biodiversitetin, nga të gjithë komunitetet për kullotjen e baktive. Kanë pasur dhe ka ende fusha bakti që migrojnë nga jugu në veri për të shfrytzuar këto kullota. Në qoftë se ti këto kullota do t'i ndryshosh destinacionin, pra do t'i kthesh në rezorte, përveç faktit që diskriminon të gjithë këto bashkësi, të cilët prej 10 vitesh i kanë pasur ato si burim të ardhurës, kanë ushqyer baktin, na infrashi ka kënduar dhe në bakti e bujësi. Në qoftë se do t'i kthesh pasaj në rezorte turistike, pra duke e hequr këtë pasuri komunitetit, këtu pasaj është një çështje, një modeli që ti ke zgjedhur. Po dhe resortet janë hallë, se ti turizmi nuk t'i japësh domate në Komshiut. Do t'i japësh ato që prodhon zona. Një rezort turistik nuk e ka prioritet që të furnizoj turistët që do të pres me prodhim lokal, absolutisht. Ai do të zërë vendin, do ta kthej në një park zbavitës rekreacional, por prodhim bujësor... Unë zhvilloj shumë intervista, e kam me merak të çështjen e turizmit dhe e di çfarë ata ngrenë sa herë që ne kemi intervista dhe unë, edhe pse mund të jenë fokusuar tek prenotimet apo çështje tjera të infrastrukturës via bregdetare, kërkesë e tyre permanente është që
bujësia të zhvillohet, turisti ka nevojë për domaten vendase, ka nevojë për produkte të gjitha vendase, ka nevojë për djathin që vjen nga zonat, ata shtojnë dhe një shqetësim tjetër që është pjesa e diskutimit, që nëse ne jemi në theth nuk do të ishte mirë që një i huaj, filipinez, indian, apo çfarë të ofronte, po do të ishte një njeri i zonës i cili ta shpjegonte, të shtërrinte në origjinë. Kështu që dhe kjo e të bëri turizëm, nuk është se, dhe e shohim si një industri të rëndësishme, nuk është se është e përgëdhelur, ose nuk është shqetësim, kjo është shqetësim i madh, pra për të aq që të kemi produkte vendase, sikur se kërkojnë markatat, që kanë të bëjnë me peshkun, e të tjerë, dursi, vlora e tjerë, kërkojnë edhe produkte vendase, e kërkojnë me insistim. Unë besoj këtë dhe mendoj që kjo është pjesë dhe vizionit të tyre si të ta menaxhojnë biznesin, po në fund qëllimi i tij është turizmi, të pres turist. Ai do dëshironte padyshim që aty në krah të biznesit të tij të kishte stalla me dhi autoktone, të kishte sera me perime autoktone, varietete endemike, në mënyrë që ato të i farë mënyrë të ushqenin edhe turizmin, pra se tu është të jepnin vlerë flukseve turistike, të cilët vinë, siç e përmendët ju pak më përpara, për të prodhuar diçka shqiptare, se domate standard të tipit të serave i kanë në Europë dhe nuk pritet të gjejnë në Shqipëri. Po dhe ky do të ishte modeli që ne duhet të synonim për të krijuar, pra një bujqësi e cila martohet me turizmin. Po tjetër që po. Sepse në fakt është edhe ata si duan turistët vetëm për një vit. Ata i duan që të jenë të kënaqur e të rikthehen. Do të ishte ideale, kush miliona euro se është bërë një marketing tani dhe duket Shqipëria e bukur në revistat e botës. Ata duan që të rikthehen ata turistët. Pra duhet shteti duhet ndërhyjë për të lidhur kontrata midis prodhuesve lokal me rezorte turistike apo me restorante turistike të zonës, pikërisht për të prodhuar dhe për t'i furnizuar në kohën që ata dëshirojnë, kur janë flukse turistike. Diçka tjetër të fundit, jo për nga rëndësia për shkak minutave, është çështja e vajit ullirit. Tani jemi mburrur, ka pas praktika për të mbjellë ullinj, tani prodhojmë vaj ulliri, s'dim çfarë cilësie është, si është çmimi, po na ndodh që pastaj kemi dhe vaj grek në tavolinë. Pse ne nuk e kemi të rregulluar dhe pse ne sot themi që çmimi ulet, mungesa e tregut ka bërë që të ketë tonelata vaj ulliri që kanë mbetur në stok, që i kemi duam s'duam, i kemi dëmtuar ata njerëz që mundin djersën paran e kanë investuar tek produkt i artë. Kjo ndodh sepse jemi në nivel primitiv të përpunimit dhe të ambalazhimit produktit. Po ta shikoni, produkti shqiptar futet ende në bidona plastike. Dhe kjo nuk është atraktive për konsumatorë, ndërkohë që një vaj italian i cili mund të jetë shumë më dobët në cilësi, ambalazhohet në mënyrë të përsosur në Greqia po ashtu. Po kështu Greqia, po të themi në ambalazh qelqi, askush nuk preferon një ambalazh plastik, plus nuk është i shëndetshëm ta ruash në ambalazh plastik. Ndryshon ai cilësia e gjitha. Pra, kjo pritet që shteti nëpërmjet mekanizmave të subvencionit krijojë pikërisht infrastrukturë, t'i sigurojë ambalazhin e dur, t'i sigurojë edhe zinxhirët e daljes në treg në mënyrë të organizuar, ta brendojë ata. Është mirë që ai vaj ulliri të ketë edhe një etiketë që ta dimë nga vjen, nga berati, nga origjina. Sa vjeç është ulliri në fundit ose edhe kjo ka? Aq më tepër, po ti futesh edhe këto element që vijnë nga ullit shekullor. Se ne kemi ulli 100 vjeçar, por se kemi edhe atë praktikën tjetër që kemi këto ulli të rinj që u bë interesante ajo, po pikërisht këto element të brandimit, të themi, të produktit, pra mos përsaktimi i origjinës gjeografike dhe ambalazhi katastrofik bën që produkti të ngelet stok. Dhe ajo që është më kryesore, produktin e pasqitur ka produkti i radhës, sepse një vaj ulliri nuk qëndron më tepër se 18 muaj pa u prishur. Po i kur shkoj, po do na shitet prapë në vit. Pastaj nuk e di ç'mund të ndodh me të, po faktikisht ai preket nga fenomeni i rancëdimit, pra i hidhërimit. Pra normalisht, edhe në kushtet më optimalit të mbajtjes, 18 muaj, pastaj mendoti e ka prodhim i ri, ai nuk ka evaluar të vjetrin, pikërisht sepse vuajmë nga këto element thelbësor të tregtimit, që është ambalazhimi i dur, me ambalazh inox ose preqelqi, dhe jo me shishe Coca-Cola apo me të cilët dhe e dyta pastaj mungesa e një etikete dhe e vendit të origjinës. Konsumatori do të di nga e kam këtë vaj ulliri,
E kam nga Berati, e kam nga Vlora, e kam nga Fieri, e kam nga Ullishtat e Tiranës. Kjo do të jepte edhe vlerë. Dhe gjithë duan që të kenë diçka autentike, po duhet të kenë informacion. Momenti që del atje, besoj se edhe ju keni hezitim, pavarësisht se shikojmë fermerët të cilët dalin, nuk e kam vetëm hezitim, e kam shqetësim real. E kam shqetësim real sepse më shqetëson dhe fakti që duhet që të mendoj se, shiko, mund të ketë qelluar i mirë ose mund të ke marrë në burim të sigurt, si e ruajtën, ma përzien me të vjetër, e tjerë, se ne kemi dhe këtë fatin që punojmë në këtë media, që kemi vite, unë jam shumë dëshmitare dhe një elementi tjetër të frikshëm, që merresh në këto fabrika tona shqiptare, kam në një media tjetër, kemi bërë ca analiza dhe që ndodhte, e merrnin vajin e luredjellit, mos se soja si ishte shumë atëherë, se flas para shumë vitesh, edhe i hidhin pigment gjatë natës dhe gdhinte në mëngjes me etiketë vaj ulliri. Po, porque nuk ndodh vetëm tek ne. Kjo ndodh edhe me vajin italian. Ju thash para 3-4 vitesh duhet ta keni në kronik, Guardia di Finanza italiane, jo autoritetet tona, blokuan rreth 30.000 litra vaj ulliri. Vaj ulliri në thonjza se ishte vaj lule dielli me pigment klorofili dhe me aromatizues që ta bënin që të për fat e blokuan ata, se po të kishe hyrë këtu, sigurisht do kishe përfunduar si vaj ulliri. Pra fenomeni i falsifikimit është shumë i përhapur, sepse është atraktiv. Se një vaj vegetal mund ta marrësh me 2.000-3.000 lekë, kurse vaj në ullirit autentik nuk i gjem poshtë aktualisht në treg për poshtë 12.000 kilograma. Dhe që ndodhi atëherë kur ne e bëm në një media tjetër këtë eksperiment, gati u përballëm atë që unë asë kohë i thash mafja e ushqimit. Patë reagim fort. Sigurisht se ka interesat forta financiare. Dhe është e rrezikshme. Normale. Dhe është e rrezikshme. Zyrtari, faleminderit që u bashkove sot. Do të jemi besoj sërish në ditët në vijim, se ka çështje që vërtet kërkojnë vëmendje.